përgjithësi që kanë dalë nga kjo seancë e sotme që do doje t'i theksoje? Asgjë që nuk e din dhe që nuk e di opinioni publik deri tani. Sigurisht që janë faktuar, siç e dini, 1.1 miliard euro në 9 procedura, të gjitha identike, me një marsh vjedhje të jashtëzakonshme, të gjitha të orientuara nga Belinda Balluku, dhe për këtë ka prova. Dhe në fund fare, çështja mbitorët është intimidimi i dëshmitarëve, kërkesa për prishje të provave dhe pengim të drejtësisë që, siç e dini po ashtu edhe për këtë drejtësia ka provat e saj përmes metodave speciale të hetimit. Gjithçka është në dosje, gjithçka u rikonfirmua edhe një herë sot në seancën e vetme dëgjimore mbas 2 muaj e gjysmë me një ndryshim, fakt kishte një specifik. Që nga prokurorët u vu theksi dhe tek pjesëmarrja e të fortëve në mekanizmin e shantazhimit të dëshmitarëve dhe të pengimit të drejtësisë për të shpëtuar Belinda Balluku. Pra në shkuptim u tha kjo, t'japim pak më shumë informacion për publikun, jemi ndalur sot në fakt duke përcjellë përmes gazetarëve tanë ato çfarë diskutoheshin brenda, apo duke qenë që ti je antar i këtij këshilli, por ai sa mund të tregosh lidhur me ato çfarë ka ndodhur sot. Në çfarë sensi u nxor ky si element, pra përdorimi të fortëve në shantazhimin e Ballukut dhe në këndvështrimin tënd si vjen kjo tani tek masa në vetvete, tek heqja e imunitetit në vetvete? U falë në kuptimin më të mirë fill të fjalës. Nuk kam çishtoj gjës. Ka angazhuar të fortë, përveç shantazhimit nga ana e administratës, kabineti i saj, po citoj këtu, këshilltarëve, gjithë mekanizmin e pushtetit që ka ministri apo zëvendës kryeministri, duke shantazhuar për të heqjen e familjarëve nga puna, për lloje probleme. Se duke i mikluar me para dhe duke dalë vetë tek të fortët, që shikose nëse nuk e zgjidh as në këtë mënyrë, prit se ke hesape edhe me ne. Këtë mënyrë u tha. Domethënë e gjithë artilleria e rëndë e Belinda Ballukut si politikane, si antare e ekzekutivit, po edhe si person me lidhjet e saj, me sa duket me botën e krimit, janë vendosur në dispozicion pikërisht për të mos lejuar që të dalë e vërteta. Kësaj do t'i shtoja dhe faktin që publikisht në mbrojtje të saj ka dalë kryeministri i vendit, domethënë e gjithë makineria e ekzekutivit, ka dalë Haftazi, kanë dalë të 83 deputetët e mazhorancës, 85 u tha sot, si duket kanë dhe 2-3 tjerë që i kanë rekrutuar momentet e fundit, të cilët janë që të gjithë përballë prokurorisë vetëm që e vërtetat mos dalë. Ka vetëm një mësim deri nga e gjitha kjo. Belinda Balluku nuk ka ngrënë dardha prapa shpinën së askujt. Belinda Balluku ka ngrënë dardha së bashku me ata, për ata të gjithë bashkë që janë një bandë në mënyrë të organizuar, e kanë bërë në mënyrë e tha prokuroria sot. Është e organizuar, është i njëjti mekanizëm i përsëritur 9 herë. Është qëllim. Nuk është rastësi, nuk është keqkuptim, nuk është pa aftësi detyrë. Është qëllim. 1.1 miliard euro të vjedhura. Dhe me këtë mbrojtje, siç u thash, ekzekutivi, krimi, gjithë aparati i saj, personat, u tha nga prokuroria, personat që ajo i ka emëruar, janë personat të gjithë personat që janë angazhuar në mbrojtje të saj, janë persona që ajo i ka emëruar, drejtorat, specialistët, gjithçka me dorën e saj. Që do thotë kemi të bëjmë me një pezhishk të merimange, të mirë organizuar, të thurur mirë, me sa duket të dirigjuar nga vetë kryeministri i vendit, me sa duket e provuar edhe sot me bindjen e madhe që Belinda nuk do të lëshohet. Ku po shkon në fakt kjo çështje në këndvështrimin tënd? Edhe skenari daljes me 2 raporte, me gjasa, me 2 raporte nga kuvendi. Ku e çon kjo çështje në vetvete? Do thotë kjo zvarritje e mëtejshme apo gjithsesi ka një derë të hapur aty që ose një top që ngelet në dorën apo në derën e SPAK? Gjithsesi sido që dilet në këtë këshill ose me këtë vendim, nëse do të ketë 2 raporte apo 1 kështu me radhë. Po unë kam përshtypjen që domethënë kjo